Në qendrën komunitare e Xixollonjat ka startuar edicioni i dytë i kampit veror t'i Buzëqeshim Verës, një nisëm e Bashkisë Shkodër, që synon të sjellë për fëmijët e komunitetit një verë ndryshe, të mbushur me argëtim, zhvillim personal dhe aktivitete edukuese. Rreth 150 fëmijë të grup moshave 6 deri në 14 vjeç janë përfshirë në këtë kamp, i cili zhvillohet në 2 javë dhe 2 pika të ndryshme, në qendrën komunitare e Xixollonjat dhe në shkollën të Shmorët e Prishtinës. Fëmijët marrin pjesë në lojra të organizuara, punëtori kreative, aktivitete edukative dhe ushtrime zhvilluese që stimulojnë shprehinë, bashkëpunimin dhe vetbesimin. Julia Çepi, specialiste pra njësisë së mbrojtjes së fëmijëve, tha se një plan i detajuar i aktiviteteve ditore dhe javore është hartuar nga stafi i shërbimit social për të sjellë sa më shumë argëtim fëmijëve. Duke parë çurinë e mirë që pat vitin e kaluar, suksesin dhe kënaqësinë e fëmijëve, ne që punojmë gjithmonë me familjet në vështirësi, me fëmijë që kanë nevojë për mbështetje, patjetër planifikume që këtë vit të jetë edhe më i organizuar, edhe më i madh edhe më shumë fonde. Qëllimi kryesor është që gjatë periudhës që unë mbaroj viti shkollor, fëmijët jenë të organizuar dhe të kalojnë kohën e lirë në mënyrën e duhur. Që koha lirë të shërbejnë atyne për lojna, për edukim, për zhvillim psikosocial që fëmijët kanë nevojë. Për këtë arsye na kena organizuar një plan të mirëfill të detajuar për çdo ditë dhe për çdo orë që fëmijët qëndrojnë në kamp, ku janë të ndërthurur nga lojnat sportive, lojnat argëtuese, lojnat edukative, tema të ndryshme sociale që fëmijët njihen mirë. Vetë fëmijët tregojnë se ky kamp po i jep jo vetëm mundësi të argëtohen, por edhe të socializohen me bashkëmoshatarët. Baba, jam 11 vjeçare dhe kam ardhur këto për mu argëtu dhe jam shumë e kënaqur që vite kampi veror dhe bëjmë shumë lojë argëtuese. Këtu kam njeh shumë shoqe dhe shok të ri. Unë jam Amar Curri dhe erdha në këtë kamp veror duke ma sugjeruar një shok i imi dhe kam dalë shumë i kënaqur për tyre edhe me mësuesit që kemi për kujdesari për këtë kamp veror, por edhe me shokët dhe shoqet e reja që kanë zënë në këtë kamp. Kampi veror t'i Buzëqeshim Verës, edicioni i dytë i kësaj nisme të Bashkisë Shkodër, synon të ofrojë për fëmijët një hapësirë pozitive, të sigurt dhe të mbushur me aktivitete që i ndihmojnë të rriten me gëzim.